mund të ketë prind të cilët mund të thonë që është trend aparatat fix, të cilët në popull njihen si proteza, ose në çfarëdo mënyrë si themi, edhe mund të thonë, pse ti ngarkojnë fëmijët në këtë moshë, kur ashtu kështu kur po janë në pubertet dhe adoleshencë, po duhet me i vendos. A mund të parandalojmë me një trajtim të hershëm vendosjen e protezave? Sigurisht, ka raste të cilat, thash rastet që to kafshimet e kryqëzuar, për shembull kemi problematik dentale, rregullohet rregullimi, nuk ka problematikat të tjera, atëra e rregullohet edhe në të ardhmen fëmia nuk ka nevojë për trajtim ortodontik. Domethënë kur ekzistojnë raste të caktuara të cilat i përmenda, që ato janë raste të cilat duhet të trajtohen. Se për shembull ekzistojnë raste si rotacione, thjesht dhëmbi është i rotun ose i inklinun, është ma përpara, ma mbrapa, ato nuk ka nevojë më trajtu në atë moshë. Domethënë pritet mosha pas denticionit të dhëmbëve të përhershëm, dhe në atë rast veprohet me aparat ortodontik fix, i cili është shumë efikas për këto raste. Do thotë thjesht ekzistojnë aparate të ndryshme të cilat varësisht nga indikacioni dhe mosha aplikohen, do thonë në periudha kohore të caktuar.